Faktikisht lajmi i mirë ishte që prokuroria javën e kaluar e autorizoi Policinë e Republikës Kosovës për me mbledh dëshmitë, në cilësinë e dëshmitarit më ftuan edhe mua sot krimet ekonomike, ku edhe isha atje për ta dhënë dëshminë, kalova më shumë se 2 orë me ta, e shpjegova gjithë situatën, ju dhash dëshmitë të cilat ne i kishim mbledhur si Lidhje Demokratike e Kosovës, po gjithashtu edhe dëshmi tjera që na i kishin dërguar qytetarët e Kosovës nga shtëpitë dhe banesat e tyre lidhur me këto devijimet e njësorëve elektrik që realisht kanë kalkuluar keq energjinë elektrike dhe qytetarët janë penalizuar duke paguar më shumë. A ka pas nga qytetarët që të kanë kontaktuar, le themi, që janë përballur me këto pasaktësi, nëse mund me quajtë, njësorëve elektrik? Po, patjetër se po, ka marrë mira mesazhe nga qytetarët, ka marrë qindra dëshmi të cilat edhe sot i kam deponuar në krimet ekonomike, ka marrë edhe mesazhe nga ata të cilët e kanë të pamundur me i pa njësorët e tyre për shkak se janë të vendosura lart në përshtylla, ka marrë gjithashtu edhe mesazhe të cilat nuk kanë pasur mundësi të deshifrojnë kohën në njësorët elektrik, probleme të lloj-llojshme dhe mungesë e qasjes së tyre në informacionet të cilat ju kanë dashur, por edhe informacionet që thashin kem deponuar të ta si dëshmi të cilat ne kanë dërguar ata. Nga fillimi i hulumtimit nga ana juaj e keni quajtur një vjedhje, por si funksionon një kronologji të shkurtër nëse mund ta kemi për njësorët dhe pasaktësinë e tyre? Pra, për çka po flas unë këtu, është shumë e qartë. Pra, njësorët elektrik janë të obliguar me marrë energjinë elektrike që shpenzojmë ne në për periudha të ndryshme kohore. Pra, ekziston një vendim i zyrës rregullatorit të energjisë, i cili përcakton tarifat e energjisë elektrike dhe thotë që energjia me të lirën gjatë muajve të dimrit fillon në orën 10. Gjatë muajve të verës fillon në orën 11. Pra, si qytetar, ne e kem organizuar ditën asisoj që në mramje, pra pikërisht kur fillon fakturimi i energjisë me të lirë, ne me i përdor pajisjet tona shtëpiake. Çka ka ndodhur dhe ku është skandali ky problem, është që nëse te unë ka qenë ora e reale ora 10 kur është dashur me nis fakturimi i energjisë me të lirë, ora në njësor ka qenë është 2 orë mrapa. Që i bje, unë nëse i kam lëshu pajisjet e mia në funksion, të mendu që po fakturohet energjia me të lirë, për 2 orë njësori ma ka llogarit akoma energjinë me të shtrejt. Dhe këto është problemi edhe thelbi i këtij skandali. Çka kem dëgjuar prej Kecit në këtë rast, edhe prej Ministrisë së Industrisë, janë deklarime të rreme, pra manipulime për qytetarë, sepse ata po thonë që ekziston ky bloku me të lirë, por është i shpërndarë gjatë ditës, mund të mendojë që ka llogarit në kohë të ndryshme, por unë kam të garantuar me vendimin e zyrës rregullatorit të energjisë kur e shfrytëzoj energjinë me të lirë. Pra, edhe operatorët ekonomik janë të obliguar që më ofru qytetarëve energjinë ashtu siç thot edhe vendimi i zyrës rregullatorit për energji. Pra, në ora 10 fillon energjia me të lirë, jo 9, jo 8, jo 12, jo 5 mëngjesit. E këtu kem pas devijime të shumta. Unë nga mostrat e mia kam mbledh 884 mostra, 87% prej tyre kanë rezultuar që masin kohën gabimisht. Janë mostra vetëm në komunën e Prishtinës? Prishtinë dhe Ferizaj. Prandaj